Policia e Kosovës përmes raportit të saj ka dhënë detaje lidhur me rastin e ndodhur dje në Komoran, ku 3 persona kanë mbetur të plagosur me thikë. Policia shton se viktimat janë thirrë me thikë nga 2 persona të tjerë, të cilët pas rastit janë larguar nga vend ngjarja. Vrasje në tentativë, raportohet se 3 viktima meshkuj kosovar kanë pësuar lëndime trupore pasi janë thirrur me thikë nga 2 të dyshuar meshkuj kosovar, të cilët më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Viktimat janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, thuhet në raport. Punëtorët e ndërmarrjes publike Prishtina Parking kanë protestuar të hënën për shkak të mosrealizimit të pagave, duke paralajmëruar se do të ndërpresin punën nëse ato nuk ekzekutohen gjatë ditës së sotme. Përfaqësuesit e sindikatës thanë se vonesat në paga janë bërë problem i vazhdueshëm, ndërsa i bën thirrje komunës së Prishtinës që të ndërmarrë veprime konkrete për tejkalimin e krizës financiare në ndërmarrje. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Prishtina Parking, Flamur Hajdari, tha se sipas kontratës paga duhet të ekzekutohet deri më 5 të muajit, por kjo nuk ka ndodhur dhe se nga kjo janë të prekur rreth 200 punëtorë. Ndërkohë, ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Prishtina Parking, Milot Mahmutaj, tha se procesi i ekzekutimit të pagave ka filluar dhe se ato do të kalojnë në llogaritë e punëtorëve pasi të përpunohen nga bankat. Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, ka përkujtuar betejën e Morinës, e cila u zhvillua më 7 korrekt 1999 në zonën operative të Dugaxhinit. Në një postim në Facebook, Haradinaj ka thënë se së bashku me familjarë të dëshmorëve dhe bashkëluftëtar kanë nderuar kujtimin për trimat që ranë në zonën operative të Dugaxhinit. Sot, së bashku me familjarë të dëshmorëve dhe bashkëluftëtar, nderuam kujtimin për trimat që u përjetësuan atë det. Muhamet Ukshini, Shkëlzen Syla, Blerem Ukshini, Ahmet Pulatini, Fisnek Salihu, Nezere Lezaj, Ymer Bytyqe, Arben Ukshini dhe Sulejman Abdyli. Në përvjetorin e rënjes nderuam gjithashtu kujtimin për dëshmorin Agem Azrekaj. Ai është luftëtar i dalluar, i vendosur dhe gjithmonë i gatshëm për betejë dhe për çdo detyrë ushtarake, shkroi Haradinaj. UD presidenti Albulina Agjiu ka pritur sot në takim raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Rio Terras. Në komunikatën për media njoftohet se Agjiu ka theksuar se aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian duhet të trajtohet pa vonesa të mëtejshme dhe se përparimi i vendit duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave. UD presidenti avoli edhe për dialogun me Serbinë, çështjet e sigurisë dhe mungesën e përgjegjësisë për sulmin terrorist në Bojnsk. Ajo theksoi se procesi evropian duhet të mbështetet në zbatimin e marrëveshjeve dhe në përgjegjësi të barabartë për të gjitha palët, thuhet mes të tjerash në komunikat. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme të diasporës, Glau Konjufsa, ka pritur në takim eurodeputetin Rio Terras, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet politike në vend, procesin e formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe integrimin evropian dhe euroatlantik të Kosovës. Sipas njoftimit, Konjufsa ka vlerësuar mbështetjen që Parlamenti Evropian i ka dhënë aspiratave evropiane të Kosovës, duke shprehur mirënjohje për angazhimin e Terrasit. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamsa, priti sot në takim raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian, eurodeputetin Rio Terras. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet politike në vend, procesin e integrimit evropian dhe domosdoshmërinë e tejkalimit të ngërçit institucional. Bordi i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës pa konkursja ka vazhduar mandatin drejtorit të përgjithshëm Elver Azizit. Sipas bordit të SHKUK-s, Azizit i u vazhdua mandati duke u arsyetuar vetëm në rezultatet e arritura gjatë periudhës së udhëheqjes së tij dhe në nevojën për të siguruar vazhdimsi institucionale. Organizatat që monitorojnë punën e SHKUK-s nuk janë ftuar fare në mbledhje. Bordi i ri, i cili u zgjodh më 30 prill 2026 nga qeveria e Kosovës në një komunikat për media, ka renditur projektet sipas tyre të rëndësishme zhvillimore strategjike, të cilat janë realizuar gjatë mandatit të drejtorit Elver Azizi. Sipas rezultateve të publikuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në testin e arritshmërisë 2026 morën pjesë 21.982 nxënës, ndërsa arritshmëria mesatare në nivel vendi ishte 48.35%. Rezultatet më të larta u shënuan në gjuhën angleze 65.97%, histori 62.23% dhe gjuhë shqipe 54.63%, ndërsa performanca më e ulët u regjistrua në kimi 37.68% dhe matematik 37.93%. Këto rezultate nuk sollën ndonjë ndryshim domethënës krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa rënja e vazhdueshme e performancës në matematik, gjuhë dhe shkencë mbetet shqetësuese, vlerëson drejtori ekzekutiv i institutit Edgard Rinard Çehaja.
QH-ja tha se Ministria e Arsimit dhe Shkencës duhet të shkojë përtej statistikave dhe të analizojë arsyet konkrete që po ndikojnë në rezultatet e dobta të nxënësve. Ai tha se rezultatet e së vjetme konfirmojnë trendin e viteve të fundit.